Marrëveshja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për huan $302 milion do të sjellë mjete tërësisht të reja për forcat armatosura. Pas mbledhjes së qeverisë, Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi u shpreh se programi parashikon teknologji më të avancuar për ushtrinë. Dhe patjetër që kjo kredi jo vetëm që është financiarisht një ndihmë për qeverinë shqiptare për përmbushjen e këtyre kapaciteteve në forcat armatosura, por është edhe patjetër një miratim që lidhet me transferim teknologjik në Republikën e Shqipërisë. Ne nuk po bëjmë mjete të përdoruara, po bëjmë mjete të reja, teknologji fjalës fundit që lidhet me mbrojtjen dhe kjo është edhe një mbështetje politike për Republikën e Shqipërisë, për atë që ne jemi në Ballkanin Perëndimor, për atë që ne jemi në NATO, për pozicionin që qeveria shqiptare ka të qartë krah aleancës. Ai komentoi edhe padinë e Partisë Demokratike në kushtetuese, duke theksuar se çështjet e sigurisë nuk duhet të sillin debat politik. Qëndrimet e Partisë Demokratike janë totalisht të papranueshme për sa më përket mua dhe Ministrisë së Mbrojtjes në raport me këtë marrëveshje. E kam thënë edhe ditën në parlament, pavarësisht se seanca ishte me dyert mbyllura, siguria kombëtare nuk është çështje debati politik. Edhe unë di edhe të kaluar qëndrimet e Partisë Demokratike për këtë pikë kanë qenë shumë edhe të dy palëve, më kishin shumë bashkëpunuese. Në këtë rast, ky nuk është një sinjal i mirë, përkundrazi, mendoj që të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e papranueshme. Ndërkohë që qeveria vendosi të dërgojë disa oficerë në Gaza në kuadër të angazhimit në bordin e paqes. Republika e Shqipërisë do të ketë një përfaqësi në Gaza, duke filluar fillimisht me 4 oficerë shtabi. Kemi bërë edhe në intervistat e tjera dhe në daljet e tjera publike që ky do të jetë angazhimi i Republikës së Shqipërisë. Dhe me vajtjen e këtyre 4 oficerëve të shtabit në forcat ndërkombëtare stabilizuese do vlerësohet më pas edhe kush do të jetë niveli konkret i trupave që do të dërgohen në Gaza, duke përfshirë këtu edhe vendodhjen konkrete ku këto trupa do të dislokohen. Ministri foli edhe për menaxhimin e situatës së zjarreve që deri më tani nuk ka sjellë probleme të mëdha.